Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1868, ndahet nga jeta në Francë kompozitori italian Gioacchino Rossini. 1886, Heinrich Hertz jep një demonstrim të transmetimit të energjisë nga valët elektromagnetike. Njësia e matjes merr emrin e tij Hertz. Në vitin 1907, në Rom, mbretëresha Elena lind fëmijën e katërt të mbretit të Italisë Vittorio Emanuele III. 1918, forcat aleate pushtojnë ushtarakisht kryeqytetin e perandorisë otomane, Stambollin. Kryeqyteti i perandorisë turke u uzurpua nga forcat britanike, franceze dhe italiane. 1946, bora artificiale prodhohet për herë të parë në malin Greylock në Massachusetts, në Shtetet e Bashkuara. 1970, tajfuni shkatron Bangladeshin. Mbi 100 ishuj përfshihen nga një val gjigande shkaktuar nga era me shpejtësi 190 km/h. 150.000 njerëz humbën jetën. 1974, ndahet nga jeta në Francë një nga aktorët dhe regjisorët më të famshëm italian, Vittorio De Sica. 1985, vulkani Nevado del Ruiz shpërthen dhe shkrin një akullnaj duke shkaktuar një lahar, rrëshqitje vulkanike. Si pasojë e këtij shpërthimi u varros në lavë qyteti Armeros në Kolumbi, duke vrarë afërsisht 23.000 njerëz. 1994, një referendum në Suedi miraton hyrjen e vendit në Bashkimin Evropian. 2004, në renditjen e 254 burrave më të pasur në botë, të votuar në Financial Times, italiani i parë është Silvio Berlusconi, shfaqet në vendin e katërt pas Bill Gates, Rupert Murdoch dhe George Soros. 2015, në Paris, terroristët e ISIS-it hynë në teatrin Bataclan duke e qelluar mbi publikun, ndërsa të tjerë sulmojnë zonën e Stade de France, 130 njerëz të vdekur. 2017, ekipi kombëtar italian i futbollit humbet kualifikimin për kampionatin botror që do të luhej në vitin 2018 në Rusi.